Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës. 28 nëntori, dita e pavarësisë, dita e ngritjes së flamurit kombëtar, është një ngjarje e rëndësishme e historisë sonë kombëtare. Një ngjarje që përcaktoi fatin ton në atë dheun ton në mes të Evropës. Po cilët ishin faktorët, cilët ishin lëvizjet, cilët ishin figurat që e sollën pavarësinë? Për të diskutuar këtë dhe më gjërë, kam ftuar profesorin e historisë moderne në departamentin e Utica Schools, profesorin Altin Zaloshnja, për të diskutuar pikërisht mbi këtë gjë, mbi rrugën që Shqipëria mori drejt pavarësisë. Ndoshta mund të bëjmë një parafrim edhe krahasim edhe me rrugën e pavarësisë së Amerikës, megjithëse janë larg ngjarjet, po pavarësia është pavarësi, edhe në vetvete krahasimet mund të qëndrojnë. Altin, mirë se erdhe. Mirë se të gjeta. Faleminderit për ftesën. Profesor, nëse do t'i shpjegoni një teleshikuesit të kohëve të sotme, shqiptarët e sotëm, ne këtu në diasporë, pse pikërisht më nëntorin në vitit 1912 u shpall pavarësia? Çfarë ndryshoi atë vit? Pyetja është interesante, Rafael, edhe duhet të thënë diçka që nga fillimi, që komi shqiptar ka pasur një rrugtim të vështirë në histori. Një rrugtim i cili ka pasur pikat e tij të larta, po ka pasur edhe pikat e tij të ulta. Më duhet thënë, duhet pranuar që në fillim që pavarësia e Shqipërisë ishte një pavarësi e vonë. U shpall më vonë pothuajse se të gjitha shtetet e tjera ballkanike. Ne kemi humbur si rezultat i kësaj. Kemi humbur nga fakti që ne nuk ishim të gatshëm për ta shpallur pavarësinë më përpara, të paktën në të njëjtin nivel me të gjitha kombet e tjera ballkanike. Dhe atëherë dilnim të realizonin atë shpresën e lindësve zonjë më vete, e cila nuk do binte pre e synimeve grabitçarëve të fqinjve, të cilët e shfrytzuan më së miri këtë gjë. Shfrytzuan faktin që Shqipëria akoma nuk ishte shtet i pavarur dhe mosvarme. Dhe çfarë ndodhi në vitin në këtë ka përcyll vitesh ose në dekadat e fundit përpara se të shpallej pavarësia. Si dihet Turqia për një kohë gjatë në atë kohë kanë qenë në sundimin një perandori të veçantë, emri i tij është Abdulhamiti II, ai ka qenë perandor për rreth 32 vjet. Ka qenë një figurë, mund të thuash që ishte një figurë gjysmë despotike, një figurë e cila gjysmë despotike për kohën, atë mund të themi që është despotike për sot patjetër. Një figurë e cila u përpoq që të ndalonte një kushtetutë e cila ishte shpallur në vitin 1876, kushtetuta turke, e cila njifte një farë parlamentarizmi në atë kohë dhe njifte edhe të drejtën e kombeve të tjera. Kjo është hyrjeti që quhet? Apo ka një emër tjetër, besoj në turqisht, më duket se ka një emër tjetër, nuk e kam shumë të qartë emrin turk. Por, kjo është kushtetutë e cila përpiqet që të jepte këtyre shteteve të tjera ballkanike, shteteve të kombësive që bënin pjesë në perandorinë turke, disa të drejta. Okay? Jo të gjitha të drejtat, po përpiqet që të jepte disa të drejta. Tani, duhet patur parasysh se kur është viti 1876, shtetet e tjera pothuajse Greqia kishte njohur pavarësinë. Revolucioni grek filloi në vitin 1821 dhe u njoh përfundimisht me traktatin Andrianopoulos, që ishte vitit 1829. Në vitin 1832, Greqia u njoh pavarësia. Serbia në këtë kohë ishte principat autonome, domethënë ishte akoma në suzeranitetin e sultanit. Dhe në vitin 1878, kur është momenti i cili ndodhi lufta ruso-turke, në 1877-1878, Turqia u mund keqas dhe u nënshkruaj famshmi Tratati Shën Stefanit, që është një lagje periferike e Stambollit, afërsisht Stambollit. Ky traktat krijoi të ashtu quhetën Bullgari të Madhe. Dhe shumë territore shqiptare, ato territoret e atyre 4 vilajeteve të famshme, u bën pjesë e kësaj Bullgarie të Madhe. Ndërkohë që me Shkupit. Po thosë arrinte deri merrte Kolonjë, merrte Korçën, arrinte deri në Gramsh, u bë një Bullgari stër madhe. Kjo mbështete kryesisht nga interesat ruse. Pra, le ta themi që në fillim se duhet na shërbejë edhe si mësim kombëtar. Rusia gjithmonë ka vepruar në kundërshtim me interesat kombëtare të shqiptarëve. Në çdo moment. Edhe mund bëj edhe faktin edhe ku ka qenë bolshevike Rusia edhe në kohën e komunizmit, një ashtu quhet Bashkimi Sovjetik. Rusia në një mënyrë ose një tjetër ka vepruar
gjithmonë kundra interesave tona kombëtare. Dhe ne duhet ta nxjerrim si mësim. Forcimi i Rusisë në çdo vit dhe në çdo situatë është rrezik ekzistencial për kombin ton, për një pjesë ti ose një pjesë tjetër. Atëherë, unë shkruaj ky traktat, fuqitë e mëdha në atë kohë, fuqitë evropiane themi. Amerika ishte më e barazlarguar, nuk merrte pjesë shumë në këto në mishmashin evropian, si themi. Po. Domethënë, këto fuqitë e tjera evropiane ishin 5 të tjera përveç Rusisë, që do ishte Gjermania, ishte Austro-Hungaria, ishte Franca, ishte Anglia dhe ishte edhe Italia. Unë ndodhem përpara këtij fakti që këto duhet që të dillnin, të merreshin me këtë problem në një mënyrë ose një tjetër, se pse kjo hapje shumë e madhe e Rusisë në Ballkan nëpërmjet, si më thon, aleatëve të saj të drejt për drejt, rrezikonte interesat e tyre, panslavizmit. Nuk ishte vetëm Bullgaria, ishte Serbia, ishin gjithë tjerë të cilët ishin përfshirë. Atëherë, për këtë, tani Gjermania ishte shteti i cili sa kishte arritur një bashkim në kancelarin i cili shumë njohur, Otto Bismarckun. Dhe gjitha ato shtete që e pan këtë, Franca me Anglinë ishin shumë, domethënë, në ato fillime, sa akoma miqësia ruso-franceze filloi të konsolidoj edhe më vonë. Atëherë, u thrit ky kongres që është kongresi i Berlinit, i cili një nga detyrat e tij kryesore ishte që të kënaqte interesat e Rusisë në kurisë të trojeve shqiptare. Dhe në trojet shqiptare u bën mjet për të paguar interesat e kombeve që Rusia përkrahte në Ballkan. Tu është dhe fjala e famshme e Bismarckut, nocion geografik. Po, Shqipëria është nocion geografik. Bismarcku në fillim mendonte kështu, po mbas 3 vjetësh, është një deklaratë tjetër e këtij, në cilët ai bindet për trimirinë e shqiptarëve. Dhe krahasuar me grekët, dhe thotë që shqiptarët janë me të vërtetë një racë luftarake. Domethënë, si duket luftrat që shqiptarët bën në këtë periudhë vitesh, nga 78 deri në 81 kërngritjet e mëdha, domethënë kundër traktatit Berlinit, atëherë i dhanë të kuptojë atij se shqiptarët ishin një faktor i cili duheshin vlerësuar. Tani, si lindi kjo frymë dhe si shqiptarët u ndërgjegjësuan. Ne e dim që kemi pasur një lindje të madhe kombëtare. Pas një fjetje gjatë, do thosha, një fjetje gjatë si komb. Edhe një nga, nëse e kthejmë kokën mbrapa në histori dhe bëjmë një what if, si mund kishte qenë. Histori retrospektive, i themi ne, i thonë historianët. Domethënë, nëse gjërat do ishin ndryshe. Çfarë duhet ishte bërë ndryshe? E para, që është simboli numër 1 i kombi dhe veçanërisht shqiptarëve, është gjuha shqipe. Fatkeqësisht, ne nuk arritëm që të shkruanim gjuhën shqipe përpara se tushit të shfaqeshin në hapësirat ballkanike. Nuk kishin një gjuhë të shkruar. Shqipja ishte gjuhë orale, gjuhë e cila trashëgoi brez pas brezi, tregoshin legjendat, tregoi kanuni i Lek Tukajgjinit, kanuni i Skënderbeut ka qenë një tjetër, kanë qenë kanune të tjera edhe vende të tjera të Shqipërisë, por shqipja nuk ishte një gjuhë e shkruar. Dhe kjo ka ndikuar jashtëzakonisht keq mbi kombin ton. Në kuptimin e qytetarisë të zhvillimit në kuptimin që Turqia mbas islamizimit të një pjesë të popullsisë së Shqipërisë, Turqia kishte këtë sistem që quhente sistemi millet. Sistemi millet, po. Sistemi milleteve është një sistem i tillë që gjithë ata që ishin musliman konsideroheshin si turq. Dhe gjuha që duhej folur ishte turqishtja. Të gjithë ata që nuk ishin musliman, për shembull katolikët në Shqipëri ose ortodoksët në jug, ke parasysh, ortodoksët sidomos u konsiderohen si grek. Dhe këtu ishte një aleancë shumë e pashenjtë, dhe duhet ta themi, pa pasur asnjë lloj ndarje ndërmjet patriarkanës së Stambollit edhe sultanatit, të cilët në një mënyrë ose në tjetër filluan të ndanin territorin shqiptar nga ana kulturore. Kjo pjesë është turke, kjo pjesë është greke. Kjo pjesë është greke. Ka pasur dikur në atë kohë, ka pasur me disa qindra shkolla greke në Shqipëri. Shumë e vërtetë edhe në qytete tilla patriotike si Korça deri fund. Ka pasur në Himar, ka pasur në Gjirokastër, ka pasur, është ai nocioni, domethënë ortodoksia për gjitha këto shtete tjera, për Greqinë, për Serbinë, për Rusinë, ka qenë gjithmonë nocioni kombë-shtet. Po. Me shqiptarët kjo nuk ishte, sepse ne ishim 4 konfesione të ndryshme. Ishin shqiptar suni, ishin shqiptar katolik, ishin shqiptar ortodoks dhe ishin shqiptar Bektashi.
Kështu që më vonë erdhën edhe të krishterë protestant në Shqipëri, po kjo i takon një periudhë pak më të vonë, fillimit viteve 1900. Kështu që ky sistemi millet, me qenë se shqiptarët i konsideronte si pjesë e perandorisë turke, nuk u lejonte atyre që të kishin gjuhën, që përdonin gjuhën e tyre amtare. Edhe ka vazhduar deri në 12-ën. Ka vazhduar vazhdimisht derisa dolën Gjon Turqit dhe atëherë u riaplikua përsëri ajo kushtetuta e vitit 1876 në disa forma, ku shqiptarët me ngulm kërkonin gjuhën e tyre. Sepse Gjon Turqit që donin unitetin brenda perandorisë. Gjon Turqit janë një grup interesant. Le të themi, fillimet e veta kanë nga shqiptar. Quhet Ibrahim Tema. Okay. Ky është ai pari që e krijoi këtë shoqat, dikur quhet Bashkim dhe Përparim, nëse nuk gaboj. Po, dhe ajo që Gjon Turqi donin ishte që ata të krijonin një sistem konstitucional brenda sultanatit, brenda portës lartë. Domethënë që sultani mos ishte ai i cili merrte të gjitha vendimet, mos ishte një tiran praktikisht. Po ishte një të kishte një farë kontrolli nga parlamenti. Tani nuk po flasim për monarki konstitucionale siç është Anglia, okay? Ku mbreti ose mbretresha e djeshme Elizabeth nuk merret fare me punët e qeverisë, okay? Kjo është një epokë tjetër. Ajo që donin Gjon Turqit ishte që sultani mos ishte ai që ishte, si themi ne, vet Ali e vet Kadi, që vendoste për gjithçka, eliminonte kundërshtarët politik. Për shembull, policia e Abdulhamitit sekrete ka qenë e niveleve shumë të larta, ka bërë shumë vrasje, mund të themi. Kështu që në këtë kontekst, këta kërkonin që të ishte një republik kishte një sens parlamentar, le të themi. Por nuk mund të themi se këta përkranë çështje shqiptare, megjithëse të kishte shumë shqiptarë mes tyre. Edhe Abdulhamiti ishte afër me shqiptarët, mund të themi një farë. Besoj se edhe Ismail Qemali në një moment ishte afër. Besoj se Gani Bey Toptani, që është vllai i Esadit Toptanit, ai ka qenë njeri shumë i afërt, bile në shpurën mbrojtëse të Abdulhamitit II. Kështu që, por këtë çështja e një kombi nuk shikohet me kë ke mikti tani, kë ke mikti më vonë, okay? Ose unë kam afërsi me sultanin edhe ai do t'ja bëj jetën kombit më të mirë. Jo. Një komb duhet të jenë në gjendje që të eci me këmbët e veta. Kështu që, sepse del edhe kjo pyetje tjetër që thonë që turqit i kanë shpëtuar shqiptarët. Okej, atëherë nëse turqit pas kanë shpëtuar shqiptarët nga shovinizmi serb dhe nga shovinizmi grek, atëherë si është e mundur që këta shqiptar që ishin një komb i cili pretendon që do mbrohet nga të tjerët për një kohë gjatë, nuk mund të vazhdojë të ekzistojë. Se e njëjta gjë mund të thuhet edhe për Bizantin. Okej, Bizanti ishte në Shqipëri për një kohë gjatë. Atëherë, a ndodhi shkombëtarizimi 100% i shqiptarëve? Absolutisht jo. Mbasi ikjes Bizantit, ne kemi gjithë ato principatet e mëdha shqiptare. Tema e tjerë më radh. Kemi Topijat, kemi Dukajgjinasit, kemi Dushmanët, kemi Kastriotët, kemi Shpatajt që janë ju. Domethënë, një pushtim i gjatë, siç ishte ai Bizanti, nuk arriti që t'i shkombëtarizonte shqiptarët. Në një mënyrë tjetër, as pushtimi turk nuk do arrinte që t'i shkombëtarizonte. Por ajo dëmi më i madh që Perandoria Otomane ka bërë Shqipërisë është që nuk lejoi përhapjen e gjuhës shqipe. Tani, e thash, ne duhet njohim edhe gabimet tona këtu. Po, këtu do të ndalesha.